Nuk ndodh ai, s'ka si ndodh, ai ka pushuar çdo gjë si do thotë ai. Diku po kam 83, ka thënë populli. Pse taj? Kështu është. Po mbështesur, nuk thash se mbështes. Unë thash që ai nuk ikën me protestë. Protestë duhen bërë, po e kam fjalën se kjo do të thënë që atëherë ta lëm punën dhe të vazhdoj ai. Protestat bëhen. Janë të dhunshme protestat e PD-s? Si gjykoni? Në krahasim me ç'bëjnë ata jashtë nuk është. Çfarë opozite që opozitë Kermë, Berisha Kermë. Shiko, flas unë që kam qenë unë jam student i viteve 19, në diskutat e Partisë Demokratike në Fier. Si u quajnë zotëri? Ilia Stefan. Dhe, po them ka që misionin që mori Partia Demokratike në vitet e para e ka humbur bushën. E dyta, thëritet një demonstratë, kështu e quan ai lideri që është rikthyer në PD, dhe forma në të cilën ai bën demonstratën është një mediokër. Plus që kërkohet rotacioni patjetër, rotacioni duhet, por unë në gjitha studiot që kam parë në këta lider të rinj që janë futur, se janë futur në politikë njerëz që për mua nuk do të ishin futur. Dhe kërkojnë rotacionin në tavolinë. Rotacioni bëhet me projekte, rotacioni bëhet me alternativa, rotacioni bëhet duke mbledhur rreth vetes shumicën e shqiptarëve, dhe nuk bëhet rotacioni se do njeri të bëjë rotacion se ka shumë kohë. Ka sot Shqipëria një alternativë përveç dy partive të mëdha? Ka partitë e vogla, por nuk lihen nga partitë e mëdha. Si ka votuar populli? Ka të rinj. Dakord jam me ty, po megjithatë betejë nuk është me një tonë se sfitove njëri dhe ta leç. Betejë është në rrugë gjatë, në kohë gjatë. Kështu mendoj unë. Pse ka që fort është? Nuk e di. Po jo, majti, sërëzohet ashtu qeveria, me vot. Po jo, pa ta kishe Sali Berishën përballë, si çfarë këshilla do jepje? Ik me të tjerët, se bol ndajni. Kë duhet të lënë vendin e tij? Të gjithë këllyshët e Saliut janë, që vinë mbas atij. Po çfarë, asnjë nuk je pozitive. S'ka arsye të ketë pozitive. Hajo mojti, çka kishe? Nuk të lë kjo gruaja të flasë, Po, kemi minutazh më. Ajo thot, ata nuk të japin lek, bëjnë intervista, marrin lek, ti nuk merr lek. Kështu që, ko që jep intervista, po la tani dëgjoj, me mendimi, unë nuk jam me atë, se u s'dua lek, se bolli kam ato që kam. Jo, dhe po duar, s'kemi të t'japim. Hajde, miru Të bafshi. Kot, janë vetëm, dhe më thënë, për të mbrojtë vetë-veten Saliu, se gjithë ato gjëra që ka bërë Saliu, nuk duhet të ishte në krye të partisë, por duhet të ishte në Birus ose jashtë politike, duhet të kishte mbaruar burgun, se duhet të ishte në burg, duhet të kishte mbaruar. Kurse tani, një keqje që bëri gjykata atyre që i dha drejtin e vullës, se partisë, që ai tash del si kryetari i opozitës, nuk del si Sali Berisha, më del si kryetari. Flet njeri që është bërë non gratë për korupcion. Do flas unë, hajde më vini mua, se unë jam ai do të mirë nga ky. Nuk është ashtu. Ai këtë do të kuptoj, por nuk do jo ai se kupton këtë, po këta që ndjekin pas atë. Në PD unë kam vite që jam shumë bukur. Edhe që nga pas në të shtatës. Tha që PD-ja ka dështuar, pse? Ku dështoi? Dhe kush është përgjegjës për dështimin e PD-s sipas jush? Që unë nuk bëj vetë Salin përgjegjës. Unë bëj edhe ata që ndjekin Salin. Që nuk mund të vesh tani vetëm një partiti edhe ikën, Jezofina. U shkëput bëri fraksion, pastaj kthehen prapë aty. Ata të jetë me radhë. Ose me djemë të rinj, që vinë djemë të rinj, pa asnjë përvojë
Qarë punë bën ore jam politikan. Nuk është ashtu. Edhe politika ka përvojë. Edhe mos i zëmemër ata të djemë të rinjë. Për shembull, unë e shikoj alternativën e PD-s edhe takimet që bën ky Salinian. Si objektiv ai për mua është tamam. Në rrugën e duhur. Tani sa do realizoj nuk e di. Se ky lideri thotë që i vetë përjashtuar. Ai s'bën zgjedhje në parti. Kështu që kanë privatizuar partinë, kjo është alternativa. Që ka ai, kështu e mendon ai. Që unë jam në parti, jam në opozitë, po jam në opozitë jam mirë. Këtë sa një duhet të qetë e pajsoj me alternativë. Kjo siç bën ata marrin kalamajt atje dhe bambu, ne jemi të lodhur. Është e dhunshme? Po, unë mendoj të dushme. E dyta çfarë ka ai, që ne e duam policinë, po çfarë ka ai policia atje që stimulotove për çfarë? Çfarë objektivi për Salin? Saliu mundua për të gjuar gradën me laçit tan me atë amerikan. Edhe pagoj dhe lek çfarë thotë çfarë stoshin edhe sekdet. Nuk i gjithashtu. Nuk i e në gradën ti se do të loboç me Amerikën. Ju si demokrat nuk dilin në protestat e Partisë Demokratike. Ja, kënë edhe shtatën unë kam bërë për e. Unë dhe pësën nuk e pëlqej tani që ka kaq vitet, konsumon pushtetit. Por me që folën për kryeministin, unë mendoj që është nga politikan më të arritur për politikën e jashtme. E ka ngritur, nuk mund të vej edhe një lider e opozitës edhe në Europë dhe shanë Shqipërinë, jo drogagji. Unë sigur ta zëm që vërtet drogagji ka, nuk e shanë njëri, shpinë e vetë. Ti i vajzere, del të shaba bajt më një njështë. Del për jashtë e thotore, kështu vajzë e një stot kur. A i del e shanë shqiptar, me ratë. Kështu që unë alternativën e Saliut e quaj të mbaruar. E di dhe veta që është të mbaruar. E di dhe veta që është të mbaruar. Po nuk e faj fare Saliut. Ata që ndjekë Salin dhe që bëjnë ashtu. Filloje që nga Saliu që kur e ka marrë pushtetin që në 90 votat e javam në fillim dhe bëri atë që bëri, filluan të shkatërojnë kudo që shkonin deputetet e PD-s, shkatërojnë çdo gjë. Prisheni se ka bërë në veri. Atë se kishte bërë në veri kishte një horizont që do bëhet kjo, dhe kemi bërë neve, mosha ime. Saliu i prishi çdo gjë. Dëgjoj ti vajzë, se si ka filluar shkatërimi. Ati këta të PD-s, për shembull, ishin oborrët e kopsheve të shkollave, vend e priste një pemë atje, rëzonte një pjesë dhe nesme nuk ishte as kopshi, jo muri, jo se jo që s'ishte. Kështu prishin edhe ndërmarrjet njëra mbas tjetrës. Unë kam asistuar vetë kur është bërë inaugurimi i asaj ures në Fier, në uzina e Fierit, dhe dilte pleu të dhëmë si kokër orizi dhe Saliu e shkatëroj, ajo u bën 2 ure atje, dhe më të 2 fabrika plerësh. Njëra dha prodhimi dhe ja çonte prodhimin të ngrohtë burgut atje dhe bëjsh prodhimi që keme atë. Dhe erdi puna, bë tjetra që erdi si makineritë e të gjitha, si dhurat për të këmi nga Kina, se atëre kishe marrëdhënie të mira me Kinën, u shkatëruan të gjitha makineritë që erdhen, ishin të reja, nuk u bën punë fare. Edhe qarë mund të thosh sa të shqip, qatë do të dëgjosh Saliun që fletë Rama, kështu e Rama. Rama mund të ketë gjunajet e veta, të njerëzit që zgjedh në qeveri. Shiko, ajo është e ligjshme, për këto të protestosh është e drejta jote. Po, jo zullum, protest, ajo po. Po dalës të edhe shmëratove shtur, se dëmton pasurin tënde. Me lekët tona do ribete.